Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë dinamikat dhe lajmet më të fundit që kanë të bëjnë rreth Big Brother VIP Albania. Tani, për të shëndruar fenomeni, me patjetër që duhet të ndodhin dinamika, do të thënë për të shëndruar fenomeni, me patjetër që duhet të ndodhin ngjarje, dhe këto ngjarje siç duket të ndodhin brenda kësaj shtëpie. Dy dashnore, apo le ta themi njëra në rolin e gruas me atë që sillet dhe tjetra në rolin e dashnores, janë bërë pjesë e kësaj shtëpie, por siç duket vllau i madh dëshiron që të merr klikime dhe bën të pamundurën që t'i ulë të dy vajzat në të njëjtën tavolinë, edhe pse luftojnë si një banore e vetme. Debati i ashpër ka ndodhur natën e mbrëmshme brenda shtëpisë së Big Brotherit mes Stelinës edhe Inës. Dy vajzat që bëjnë këtë dramën e madhe në rrjetet sociale. Çfarë ka ndodhur? Është një nga debatet që ishte më të ashprat, më i ashpër edhe se ai i Mirit dhe Kesit. Tensionet janë të rritura nga dita ditës, sidomos mes këtyre dy vajzave, ku sfidat u dhan nga vllau i madh. Ishte sfida e shtypjes së pulsantit, e cila në fakt i vuri përballë Inën dhe Stelinën. Gjatë lojës, Ina solli në vëmendje një histori personale të Stelinës, të cilën kjo e fundit e kishte rrëfyer më herët në emisionin Përputhen, lidhur me marrëdhënien e saj me të Atin. Kjo deklaratë u konsiderua e papërshtatshme nga Stelina, e cila reagoi menjëherë duke theksuar se publiku nuk i njeh arsyet e vërteta të situatës së saj familjare dhe se ato janë në fund të ditës janë çështje personale. Përplasja u përshkallëzua edhe më tej kur Stelina i përmendi Inës një moment të diskutuar jashtë shtëpisë, puthjen e saj me Kesin, duke akuzuar se ndërhyn shpesh në marrëdhëniet e të tjerëve. Nga ana tjetër, Ina e cilësoi Stelinën si një person që vepron për vëmendje dhe kamera, akuza që u mohuan dhe janë prerë në fakt nga kjo e fundit. Dialogu mes të dy vajzave u shoqërua mes tonesh ironike. Do të thonë këtu tani ka një mes që Ina dëshiron që të jetë sa më pranë Kesit, një djalë i cili merr vëmendjen e vajzave, ndërsa Stelina është shumë xheloze. Nuk e di se si do të jenë një banor i vetëm, nuk e di se sa do ta përballojnë në fakt, kur të dy vajzat kanë emocione, kanë ndjenja, kanë dashuri për një djalë brenda asaj shtëpie, por siç duket është Kesi ai që nuk e vret mendjen fare, afrimitetin e ka patur më të madh me Inën se sa me Stelinën. Unë them, cilat janë vajzat që janë të fituara në jetë? Vajzat që janë të fituara në jetë janë ato vajza që me qetësi, me dashuri dhe butësi arrin gjërat, ndërsa Stelina më duket kjo vajza e rëndomt shqiptare që jemi mësuar ta njohim, duke bërtitur, duke i kërkuar gjërat me patjetër në këtë rast, dhe mendoj që është e humbur në këtë pikën. Dhe kështu që Inën e shoh më të fituar, sepse në këtë rast ajo merr më shumë vëmendjen e Kesit. Çfarë mendimi keni ju? Më shkruani ju lutem në koment.